dhe duke prezantuar panelin me 3 të ftuar, me zotin Aulon Kalaja, mirëmbrëma, Edmond Petraj, mirëmbrëma, Leonard Karaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Flasim për rikthimin e zonjës Bauku në zyrë, vendimin e gjykatës kushtetuese. Regjia, ju lutem, në nxirrni në mur përbërjen e trupit gjykues dhe vendimin e shumicës dhe vendimin e pakicës. Unë të dim argumentet që u thanë aty. Pra, nga kryesuese ka qenë zonja Gjafer Llari, Marsida Gjafer Llari, që ka votuar kundër kërkesës së kryeministrit, ndërkohë në vendimin pro dhe në vendimin e shumicës bëjmë pjesë Sonila Betja, Fiona Papajorgji, Genti Ibrahimi, Sandër Beci, Mariana Semini. Ndërkohë kundër, pra 2 votat e tjera, votimi ishte 5-3, 5 pro kërkesës qeverisë dhe 3 kundër, përveç zonjës Gjafer Llari ishin dhe Ilir Toska dhe i porsa emëruari në gjykat, zoti Asim Vokshi. Lutem argumentet, çfarë kanë paraqitur e së cilës argumentet e vendimit shumicës. Datën 27/9/2025 kërkuesi i është drejtuar sërish gjykatës kushtetuese me kërkesën për shtimin e objektit të kërkesës, duke kërkuar dhe shfuqizimin e vendimit numër 120 datë 22/11/2025 të GKK-s së shkallës parë për pjesën që ka disponuar për vazhdim në zbatimit e ndaluese tjera. Dhe sipas nenit 45.4 të ligjit organik të saj, gjykata kryesisht ose me kërkesë të palëve, kur vlerëson ndër të tjera se zbatimi i aktit mund të sjellë pasoja që prekin interesa shtetërore, sipas rastit, me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve udhëron pezullimin e tij. Sipas kësaj dispozite, së pari subjekti që kërkon pezullimin e një akti duhet të provojë prekjen e interesave shtetërore, si dhe pasojat e pariparueshme që do të sjellë zbatimi i aktit. Së dyti, shqyrtimi i kërkesës mund bëhet nga gjykata edhe përpara seancës plenare. Ndërkohë, argumenti i pakicës, i 3 antarëve të gjykatës kushtetuese që ishin kundër kërkesës... Pikën 4, lexo mos u lodh gjatë. Pikën 4, lexo mos u lodh shumë gjatë aty. Për sa më lartë kundër vlerësimit të shumicës për pezullimin e vendimeve gjyqësore, ne gjyqtarët në pakicë shmojmë se nuk plotësojnë kushtet e nenit 45 të ligjit organik të gjykatës, pasi nuk verifikohet prania e pasojave të pariparueshme në masë të rëndë, pra në atë masë që të shkojë përtej masës normale të kufizimit, në veçanti në pikpamje të urgjencës. Në këtë kuptim, argumenti i kërkuesit se Këshilli i Ministrave del jashtë funksionit për shkak të pezullimit nga detyra të një prej antarëve të tij nuk është bindës për sa kohë bëhet fjalë për organ kolegjial, i cili merr vendimet në mënyrë kolegjiale, me shumicën e votave. Po ashtu jemi të vendimit se kërkuesi nuk tregon që nuk ka mjete të tjera në dispozicion më pak të dëmshme për të adresuar situatën e krijuar. Është një mas sigurimi, e thënë terma... Dhe si e kthehemi tek atëre. Ti cili nga këto 2 opsione... Unë jam për versionin kundër, dhe më thënë që sa po lexove. Po, të pakicës. Të pakicës. Përse? Shiko tani. Fatkeqësisht, neve gjykatën kushtetuese po e kthejnë një gjykatë fakti. Pra, gjykata kushtetuese po duket sikur po bën gjykimin në shkallë të parë. Sepse edhe kjo që sa po kanë bërë, pezullimi i pezullimit, se këtë kanë bërë, pezullimin, ngrirjen e pezullimit që ka kërkuar kryeministria. Se gjykat fakti, kur pretendimi i kryeministrit dhe i qeverisë është që këtu po të cënohen themelet e shtetit, këtu po... Po kalon ndërpret për çdo gjë nuk kanë ashoja. Ta shpjegoj. Ajo që është vendosur është një lloj sigurimi pa dije. Pra u ngri, le të themi, pasojat e këtij vendimi deri në momentin kur unë do marr një vendim në gjykim në themel. Dhe pakica në rastin konkret thotë, e para një herë nuk është kërkuar nga palët, se kryeministria nuk ka shkuar me kërkesë për sigurim pa dije. Ka shkuar me kërkesë me hiq pezullimin dhe me interpreton nenin 103.3. Dhe shumica aty e ka cilësuar në bazë të neni 45 edhe duke kërkuar ne. Zotin Petraj do doja kur të flisni ta bëni sa më pare të shkoqur për publikun. Okej, atë po e bëjmë më shkoqje fare. Me Nardi nuk e shkoqem dot në me, se hyri gabim.
Po mirë. Mirë, do në argumentet tuaja do në t'i bëni sa më divulgative, sa më të kuptueshme për njerëzit. Dakor, mund të kemi qëndrime të ndryshme. Po, jeni të dy të lirë t'i shprehni, po. Dhe kretë normale. Tani, çfarë ndodhi? Ndodhi që çështja kur shkoi në gjykimin e seancës paraprake, me 3 gjyqtar, dhe a do kalonte apo jo, njëri nga gjyqtar, që ishte edhe relatori i çështjes, zoti Sander Beci, në atë gjykim ka votuar kundër. Pra, ka votuar që kjo çështje të mos shkonte fare në kolegjin e gjyqtarëve, a dhe për sa më pak domethënë që të shkonte në çështje gjyqësore. Në fillim po flas. Pra që mos shqyrtoi fare. Fare, Sander Beci po flas. Po. Sander Beci dhe zonja Marsita Xhafellari që kanë qenë. Vetëm Sonila Betja ka votuar pro zonjës Belinda Balluku. Po e bëjmë më thjesht. Dhe Sander Beci e ndrodhi rrugës, duke thënë. Sander Beci e ka ndryshuar. Është në drejtën e tij si gjyqtar që të bëj gjykimin e tij, se s'ka asnjë lloj, nuk po merre me pse e bëri apo pse nuk e bëri. Ata për 4 onardi çfarë thotë. Atëre, çështja kaloi tek kolegji i gjyqtarëve, i cili kolegji i gjyqtarëve ka marrë një masë. Je duke thënë që zoti Beci herën e parë ka mbajtur një qëndrim 180 gradë të kundërt nga ky Po, ky është fakt. Po shpik rrotën unë këtu. E qartë. Në gjykimin e treshës, në seancë paraprake, do duhet kishte unanimitet o kalohet o nuk kalohet për në këshillin e gjyqtarëve. 2 kanë qenë vota kundër, 1 ka qenë vot pro. Vota pro për zonjën Belinda Balluku ka qenë Sonila Betja. Kurse 2 vota kundër, Sander Beci dhe Marsita Xhafellari. Tani në gjykimin në kolegjin e gjyqtarëve, çuditërisht po them unë, po me gjithë drejtën e zotit ai si gjyqtar dhe gjithë kush, se nuk kam arsye ta paragjykoj, ka votuar pro. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, por di të them që kjo është fakti për cilën ti na referon. Tani nuk ka përfunduar, se gjithë njerëzit thonë, a fitojnë Belinda Balluku? Jo. Çështja do duhet të gjykohet nga në dhomë gjyqësore, ku palët do thërriten, në rasti konkret Kryeministria dhe SPAK-u dhe GKK-ja, për të dhënë argumentet e tyre në lidhje me çështjen fjalë që ka kërkuar zoti kryeministër. A ka legjitimitet apo jo? A ka ndërhyrje kompetencë apo jo? Tani 2 gjëra dhe nuk duhet zgjatem shumë këtu. Kryeministri si institucion ka si kompetencë në raport me ministrat shkarkimin dhe emërimin. Pra, madje dhe shkarkimi dhe emërimi nuk e ka ekskluzivitet i lirë. Sepse do duhet dhe kur shkarkon dhe kur emëron një ministër, do duhet ti ta faktoj këtë ose të marrin votën në parlament dhe dekretimin nga ana e presidentit. Pra totalisht nuk e ka ekskluzivitet kryeministri, pavarësisht se këto janë 2 kompetenca të cilat e ka në dorë vetëm kryeministri, për emërimin apo për shkarkimin. Por kryeministri nuk ka në dorë pezullimin. Pra nuk ka një kompetencë kryeministri i Shqipërisë për pezullimin apo jo të një ministri. Dhe gjithë debati gjyqësor për cilën do duhet shpreh gjykata kushtetuese është çfarë kompetence i ka marrë institucioni i drejtësisë, në rastin konkret kryeministrisë si institucion, kur pezullimin të cilin ka kërkuar GKK-ja, kryeministria nuk e ka si kompetencë. Kryeministri thotë domun që ministrat i propozoj unë, i dekreton presidenti i Republikës dhe i miraton kuvendi. Po ata çka kanë bërë? Drejtësia. Kanë ndërhyrë në përzgjedhje. Jo, mos bëj lloje fjalësh. Çfarë kanë bërë ekzekutivisht? Ka pezulluar. Po ku e ka kompetencën e pezullimit të kryeministit që ka marrë gjykata në rastin konkret? Fare. Se ka. Pezullohet ministri. Ashtu. E ka apo nuk e ka? Po flas në terma kushtetues tani. E ka? Nuk e ka. Po çfarë kompetencë të mora unë kur ti nuk e ke? Se ti duhet ta kesh atë kompetencë që ta marr unë. Se ke ti atë? S'ka marrë gjë. E dyta, çfarë, sepse thot vendimi i pakisës sot, ku e delegjitimoj unë me këtë vendim për vijshmërinë e qeverisjes? Sepse në fund ditës ti si emëron dhe shkarkon një ministër, mund të emërosh edhe të shkarkosh edhe disa ministër. Pse duhet të jetë me patjetër zonja Balluku aty? Mund të jetë Eron Braçi aty. Mund të jetë, ku di unë, thuaj disa emra të tjerë. Flitet për precedentin e Leonardi tani. Po mirë, tani precedenti është domethënë që po lërë mëse nuk shkon tani një institucion i pavotuar, i pavotuar fare, me fjali apo i mbyllë se të flasin dhe dy të tuajt e tjerë. Pra dakor, po nëse më tani, po të them edhe një herë tjetër, nuk ka lidhje fare kjo historia, domethënë, o dua atë Belinda Ballukun aty era. S'ka lidhje kjo me Belinda. Po, aty ka lidhje, ka shumë lidhje. Si ka lidhje? Dhe po pra, ka lidhje, dhe po të them një gjë tjetër. Dhe te pika e dytë që ka kërkuar kryeministri është fakt interpretimin e 103.3. Pika 3 thot,
ministrat gëzojnë imunitetin e deputetit. Pse ka vendu ligjvënësi si këtë? Sepse qëllonë shumë raste që një minister nuk mund t'jetë domosdoshmërisht dhe deputet. Por në momenti ku bëhet minister, gëzon disa të drejta dhe privilegje që lidhe me imunitetin e deputetit. Tani ti nuk mund të interpretosh këtë pashkuar të imuniteti i deputetit. Çfarë është imuniteti i deputetit vetë? Dhe do i referosh në 73 kushtetutës. Imuniteti i deputetit do të thotë nuk ja kontrollon dot shtëpinë pa marrëlejen e parlamentit. Nuk e arreston dot pa lejen e parlamentit. Por nuk i thot ligji a e pezullon apo nuk e pezullon. Pra interpretimi ligjor dhe kushtetutës bëhet mi ato që ka vendosur gjykata kushtetutëse në rasti konkret. Dhe GKK-ja, po ta lexosh vendimin e GKK-s, të gjyqtarit e Jonçela, thot, e shtjellon shumë në 242 pika kur thot, neve nuk kemi ndërhyrë te kushtetuta. Prandaj e sqaron dhe gjyqtari i GKK-s. Petraj, do kemi kohë të flasim, po. Nardi, mos u me Nardi, merru me atë që mendon ti. Nardi është më afër ekranit dhe e lexoj që më ndryshë. Edhe ti me syze mund ta lexosh do, ke syze. Syze që më afër. Po. Aulon, ideja është kjo, me te pjesa për të cilën e po flasim, që unë i qëndroj asaj që ky vendim ka shkelur në territor as i bëhet fjalë. E para njerë që... Vetëm absolutisht mos u bëjt, lutem. I qëndroj kësaj sepse të paktën ashtu siç u diskutua që kjo do të kalojë në seancë plenare, më duket se bashkë kemi qenë në emision, zoti Babarama, dhe kemi diskutuar që kjo do të kalojë, do japin një interpretim, dhe nëse kjo kalon në seancë plenare, aty pasaj do të shqyrtohet zë për zë dhe element dhe detaj i komplet asaj kërkese që ka bërë struktura posaçme dhe vendimin që ka marrë dhe se ku është bazuar. Pra, seanca plenare do të jetë ajo që do të vendosi dhe do të shikosh me të vërtet defektet që ka sot procedura penale, të cilët i ka detyruar gjyqtarin që ka marrë atë vendim, i cili ka gabuar në pjesën e funksionarit publik me funksionin kushtetues, dhe ka ndërhyrë të një person që nuk është deputet, që është deputet dhe ministër. Pra ka dy imunitete shumë të forta. Edhe nëse do të ishe ministre, prap nuk është kjo rruga e duhur që të vinte të kërkonte këtë pjesën e pezullimit. Nuk pezullohet do të ministër. Si mund të ajetoj? Si mund të donë të marri masë sigurie që... Edhe një, nuk e marri do të masën e sigurisë pa u shkarkuar. Nëse nuk shkarkohet... Po s'po e shkarkon... Po nuk shkarkohet, mo. Nuk do të shkarkohet. Atere donë talon që të prishi provat. Edhe kjo pjesa tjetër që thot, do vej... Edhe njërë, do vej dhe do kërkoj masa arresti e tëra, unë nuk e di se kush ka ngelur më pa u fut në burgë aty tani. Për masa sigurie s'ka që kërkon më struktura posaçme. Unë di vetëm kaq, që në debatin e gjithë kësaj kohe, si nga pozita dhe nga opozita, është diskutuar shumë masa e sigurisë të tepruar. Pra ti jetë duke i mendimit donë që as një lloj masa e sigurie. Pa kaluar tek kuvendi, dhe duhet të gjykohet, të shkojë në gjyq edhe si deputete dhe si zëvendës kryeministri. Një sekond, edhe një, prit një sekond, ti ndajmë elementet. Këtu po diskutojmë precedentin. Nuk mund të vej strukturë posaçme të bëjë një kërkesë duke pasur parasysh që gabimi është te neni 288 i procedurës penale dhe te 242. Po ti shikosh, këto kanë element të cilët nuk e cilësojnë ministri. Dhe para 2008-ës nuk fillon të procedim penal për një ministr. Ishe ndaluar. Në kushtet që jemi, nuk mund të marri një masë sigurie për një ministër, kushdo qoftë, jo zëvendës kryeministër, po një ministër. Letë vjedhin ata. Dhe kjo pjesa për të cilën këtu flitet letë vjedhje, Nardi, amana Nardi, sikur jemi prapa gardit ne, edhe po shikojmë tani çka ka vjedhur. Se këtu tani... Shiko, edhe Nardi, në parim gjithçka, në përgjithësi,
Ti je avokat dhe unë jam avokat. Nëse s'ka letra, ata nuk vjedhin. Ore edhe njërë, nuk i prek dot se thot kushtetuta, kështu thot ligji. Nuk thot kushtetuta ashtu, e lexon ti ashtu. Thot ligji. E ke gabim pra. Po thot ligji kështu, ligji thot. Po, në rregull. Në rregull. Dhe një institucion, po dëgjoj vetëm kaq, mbaj mend mirë këtë. Mbaj mend shumë gjëra më Petraj, po unë kam logjikën time, e lexoj shqip. Po qa shqipa më 242 të thot shprehimisht. Qa thot 242? Vetëm ata që preke nga ligji elektoral. Kaq maroj, ata të cilët preke nga ligji elektoral. Cili është deputeti? Ja po, ja heq njëri të deputet lëkun? Interpretimin e nenit 103 mor vlla. Pse nuk shkon kuvend edhe të ballafaqohet me provat? Nuk struktura posaçme. Por një sekond. Vetëm këtë pikë, më lej një sekond. Doja kaloj fjalën dhe Oloni. Jo më se është debat juristësh. Vetëm një gjë të lutem. Sepse kam dëgjuar shumë këtë historinë, pse nuk shkohet për arrest me burg. Jo, më nuk shkon arrest me burg, se sa arreston më. S'lëshon më ai. Të lutem. Ai lëshon kur lëshoj, s'lëshon më. Për një mas sigurimi më të rënd, po e marr në rast konkret. Nuk i plotësojnë dot kushtet, mëse do prova. Po tani çfarë do të mund ty tani? Si do justifikoj tani? Ajo zonja është e pandehur për shkeljet barazisë në tenda, një vepër penale e cila nuk duron më shumë. Ti je i pandehur, zot thot domosdoshmërisht je i dënuar. Jo, ti je i pandehur do të thotë që për organin akuzës ti quhesh i dënuar. Kushta? Po, je me faj, të ka ngritur një akuzë. Pastaj akuzën që të bën prokuroria duhet faktuar në gjykat. Kur je i pandehur, zotëri nderuar, për akuzën ti e ke dosje penale. Tani një sekondë, edhe njërë. Tani, ja je penalist apo çfarë? Një sekondë, mos mi kalo këto gjëra. Mirë, në mos i kalo këto gjëra tani. Po si po të kalojmë, jo do bëj këtë do bëj. Nuk e bën dot Nardi, ja po ta them unë. Nuk e bën dot situatë. Veprimi edhe njërë. Në qoftë se ti për një subjekt kushtetues duhet të kërkosh një mas me të vërtet shtrënguse, do i drejtosh kuvendit. Një. Cila është masa shtrënguse? Ore masa shtrënguse, masa rreth shtëpie. Po se kanë kërku për ato, si ti kërkohet një gjë që se kanë kërkuar. Tani një sekondër, a është pandehur kjo? Ato prishin provat, Nardi, fol me radhë më bursëm, nuk është udhërim. Po ata bëjnë debat ose duhet? Po çfarë debat? Okej, fol ti atë mbaro. Po mirë vetëm, ta bëjmë ping-pong çik. Edhe njërë. Mirë, ne për debat kemi ardhur. Edhe njërë, po jo debatani të ashtu. Okej, në rregull, problemi është ky më vëlla, edhe njërë. Në qoftë se ata kanë një lloj marrëdhënie se si mund të kërkojnë një mas sigurie apo kontroll banese e tjera, ka ligje e parashikon se ku vihet e çfarë kërkohet. Por një gjë duhet dish ti. Dhe këtë që të vesh, jo, një sekond. Po të them unë vetëm kaq. Kuvendi atëre ka bërë një gabim. Aha. Ne po flasim për sot, ti më thua para 20 vjetë. Që i hoqi mandatin Sajmir Tahirit. Mirë. Një. Gafën më të madhe se ishim pa prova dhe vajte në kuvend dhe ishe për faqet zez tyre që nuk dinin të mbronin, atë kërkesë i këshin vajtur në kuvend. E dyta, e njëjta gjë do jetë edhe këtu. Do të shikojmë, mbaj mend, se ballafaqimi i asaj kërkese me atë vendim gjykate, ai fashikulli i asaj mase, do të jetë përballë dyre gjyqtarëve dhe përballë të dy palëve, njëra kërkuese dhe tjetra i subjektit që ka dhënë vendimin, do t'jenë në seancën plenare. Dhe aty do të shikosh se cila është marrëdhënia e provave, se do të kesh prova që të bindin ata të gjithë që je ke aty dhe... Ore, jenë gjykat kushtetuese, nuk jetë GKK-oja... Ore, një sekundë, edhe njërë. Problemi është ky, ajo prova të cilën ai ka dhënë, ai ka vendosur në atë fashikull, duhet të shikoj të kjo gjykat, e cila është gjykat ligji. Cila është gjykat ligji, mo? Ja kjo! Se qa diskutona, provën është, shka dhe parku i tonë ti? Në regu, se për qa vete? Në regu, kjo këtë për qa vete ti? Do shikoj fashikullin e Belinda Balluku të gjukata kushtetuese për qa vete ti? O zotri, gjukata kushtetuese është vendosur në lëvizje nga një kërkesë kryeministrit, dhe kryeministri ka thënë. O zotri, dhe njërë ti prapë so kupton, mërë. Interpretimin e 103.3, që është kjo? Gjukata e lartë dhe gjukata kushtetuese janë gjukata ligji, ordi. Po në regu, vazhdo të, qatë the mundën? Kaq, këtu rri, jeshtë gjukat ligji. Në regu. Dhe meret me seksionin e kushtetutës. Jemi për balë shkeljes apo jo? Dhe o po them jemi. Jo, gjukat ligji, gjukat ligji dhe pastaj e fut çështjen në themel. Nëse gjukat ligji, interpreton vetëm doktrinën ligjore. Nuk merret me provën si thua ti. Po patjetër moti, patjetër. Sepse ai do thoj, në bazë të kësaj prove që kisha unë zbatova këtë pikë të kodit të procedurës apo në lidhje tjera. Sepse do të relatoj këtu, më Nardi. Këtu, si ha. Këtu pra, sepse ke qënë tërkohën që jo këshu pashu. Ore, qa strukturë posaçme? Ditje, është një strukturë e zgjedhur nga ky parlament. Në rregull, dhe strukturë posaçme nuk është subjekt politik që të kërkoj
marrëdhënien e shkarkimit të ministrit, shkarkimit të qeverisë e tjera. Nuk është subjekt i tillë më. Kush e kërkoi shkarkimin? Por ti po kërkon pezullimin, ore nesër ti nesër do vesh, ti nesër do vesh me 10 veta. Nesër gdhjemi dhe jemi apo nuk jemi. Unë po them ka kërkuar shkarkim apo emërim? Jo. Ka kërkuar pezullim, po. Pse e ka kërkuar? Sepse mendon që duke marrë parasysh faktin që është një person i pandehur, jo më në nëhetim. E çfarë provash ka Ministria e Infrastrukturës që do prishë? Po avokatin o Petre, se mos më njëri avokat se da e bëve qef. Që te mund tani? Po kush është prova që do prishë ajo? I Belindës, as prokurori Belindës o blla. Po mirë më... Që te mund tani ty? Okej, Aulo, ky vendimi i gjykatës kushtetuese është produkti i një gjykate të pavarur apo kanë qenë nën presion të kryeministrit? Tani, juristët normalisht me drejt ka përplasje mendimesh, siç ishin dy nenet e caktuara, njëra thotë që nuk është organizjedhur dhe mund pezullohet, bëhet paralelizmi me rastin e Veliajt e tjerë, po unë nuk jam kompetent që t'i hy dhe nuk e marr mundimin që ta diskutoj nga ana legale. Do të flas politikisht. Po sigurisht për këtë të pyetet. Shiko, unë mendoj që ne kemi pas gjykatë kushtetuese më të mirë se ç'kemi tani. Patjetër. Pra gjykata kushtetuese shumë herë më mirë përpara, me individualitet, edhe me magjistrat, me emra, me njerëz me për mendimin tim dhe me integritet më të lartë që vinin drejt për drejt nga magjistratura. Ndërkohë po t'i shikojmë, po t'i bëjmë një veting emrave të cilët se si ka shku votimi, për mendimin tim ka pikpyetje shumë të mëdha. Unë kam qenë pro gjykatës kushtetuese kur vendosi për rastin e Erion Veliajt. Pavarësisht se unë kam seanca gjyqësore me të, ti e di shumë mirë. Po e qartë, po janë gjyq me të. Japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Ajo gjykatë vendosi shumë drejt në raport me Veliajin. Ndërsa këtu te ky vendim un kam pikpyetjet e mia. Prap nuk du të jem as jurist, as ta. Çfarë pikpyetje ke se të dëgjosh mendimin e shumicës dhe të pakicës nga të ftuarit në studio? Të dy kanë argumenta dhe sigurisht ligji prandaj është i tillë që të interpretohet, patjetër, nuk ka gjë absolute. Por nga ana tjetër dyshoj shumë për integritetin e kësaj gjykate. Dhe ja u thash pse. Kur kemi parasysh që kjo lloj gjykate do vendos për marrëveshjen e detit me Greqinë fjala për çështje kruciale, që janë çështje që e trondisin themelin e shtetit shqiptar, ndoshta edhe për 100 vitet e ardhshme apo për marrëveshjet përjetshme që bën shteti jon në këtë rast. Unë e shikoj Ramën në këtë rast në një hall shumë të madh në raport me zonjën Belinda Balluku, duke shkel edhe parimet e tij sepse ai tha që unë nuk do merrem me njerëz të pandehur. Zonja Belinda Balluku është njëri i pandehur, nuk është thjesht në hetim. Ai ka ruajtur një standard duke i largu njerëzit që kanë pas probleme me drejtsinë, sikur të jenë lebroz. Pra rasti Veliajt, rasti Lefter Kokës, rasti i këtij Benametajt, një lloj karantine. Mirë Tahiri, Drui Shtrembër etj. Në këtë rast, unë i kam parë një dimension tjetër kryeministrit, dimensionin e një avokati. Unë nuk e kam ditë që nga mësues vizatimi mund të kthehesh në avokat. Kryeministri e ka bërë këtë rast. Se çfarë halli ka, kjo kuptohet qartë, sigurisht se Zoti Rama dhe zonja Balluku janë si vëllezërit siamez, kur smuret njëri të shtin tjetri, apo këto enët komunikuese. Dhe unë mendoj që pas zonjës Balluku fshihet Zoti Rama drejt për drejt. Të moment nuk po e ka opozita për mendimin tim, e cila duhet krijojë një narrativ. Flasim gjithë pjesën e dytë për këtë. Dakor, pra po lidhen me njëra tjetrën. Prandaj unë gjykoj që ky është moment shumë i fuqishëm në politikën shqiptare, sepse këtu nuk bëhet fjalë për politikanin e radhës. Tu bëhet fjalë për njeriu më pushtetshëm de facto në Shqipëri pas Edi Ramës. Është njeriu i cili ka disa ministri, është tutore disa ministrive tek zoti Rama në qeveri. Pra i gjithë pushteti i Erion Veliajt është bjerë tani më dhe e ka në dorë zonja. Drejtoj një nga qarqet më të rëndësishme të Shqipërisë, mos harrojmë që u gradu po ashtu si drejtuesja e qarkut Tiranës në zgjedhjet hipotetike të Bashkisë Tiranës, apo jo? Pra kemi një personazh ku në optikën time tek ajo ishte dyshi i Partisë Socialiste, megjithëse dyshat në PS kanë mbetur gjithmonë në tentativë, ose kjo është një smundje e partive shqiptare. Se ka një lloj fataliteti që i ndjek do. Po pra, patjetër. Por unë gjykoj që ky rast duhet rroket shumë mirë. Unë gjykoj që Spaku do marr mas tjetër ndaj zonjës Balluku, bi dakord me atë që tha zoti Lapaj nga Sheshi, që ne mund të kemi një mas arresti për zonjën Balluku, sepse dhe me këtë duhet ta mbyll me strategjinë që ka përdorur Spaku me rastin e zonjës Balluku. Duhet ta kap nga ana e komunikimit. Së pari u tha që kemi një rast për supervizionin, apo jo, të tunelit. Dhe u tha që shiko se 2 milion euro, kjo është një lobi etj, si ka mundësi që do gjykohet për këtë.
Pastaj pas këtij momenti doli tuneli 50 milion euro. Dhe u gjete pa përgatitur, gazetaria shqiptare, po themi. Doli pa kolonduar fare. Pas këtij momenti doli dhe i dosje tjetër që ishte loti i Unazës Madhe. Po pas lotit Unazës Madhe do dalë aeroporti, po pas aeroporti do dalë një tender tjetër. Mira, Ulona, e mund të ketë 50 dosjen e tim. Dakor, thjesht du të kuptojmë, do më thënë, mënyrën se si SPAK-u ka... Se me sa diuna Partia Demokratike vetëm këtë punë bëri, hapi një zyrë, edhe vetëm çon dhe kallëzime. Edhe ka bo shumë mirë për mendimin tim. Kemi realistë, korupcioni, nuk kemi të bëjmë me korupcion, kemi të bëjmë me krim të organizuar ekonomik. Korupcioni është term komunar për mendimin tim. Këtu kemi të bëjmë me krim të organizuar ekonomik. Kjo që ka ndodhur në Shqipëri. Pra, e gjithë strategjia SPAK-ut është që, me sa po kuptoj unë, që ne do kemi dosje dhe me sa informacion kam unë, këtu janë në sit të gjitha tenderat që ka kalu nga duart e zonja Belinda Ballugut. Pra, nuk është kaq e thjesht rasti. Unë mendoj që ajo është në Dara, është në Mërset, dhe sigurisht që do ketë mas shtrënguse nga ana SPAK-ut. Se ne kemi harru dhe i moment, që ne kemi dhe GKK-n e apelit e cila do shprehet dhe ajo për këtë çështje. Madje përpara vendimit gjykatës. Jemi marrë vetëm me çështjen e kushtetuesës, që është gjykatë shumë e rëndësishme, absolutisht. Por do kemi dhe një vendim nga ana e GKK-s apelit. Po e la GKK e apelit. Këtë pikërisht ju dy juristë. Është interesante, kjo është pyetje për juristët. GKK-ja e apelit, në rast se lën fuqi vendimin e GKK-s, shkallës parë, çfarë do themi neve? Prevalon vendimi i gjykatës kushtetuese si gjykata më e lartë në vend. Po kur të shprehet, se nuk është shprehur. Po. Ja me 22. Ne po flasim për një vendim që mund të marrë gjykata e apelit, në rast se do marrin, përpara se të shprehet gjykata kushtetuese në datë 20. Supozojmë, dëgjoj. Kemi dy vendime. Kemi vendimin ta mbaroj zoti Petraj, të lutem, ta mbaroj parashtrimin. Kemi vendimin e gjykatës së shkallës parë. Po. Të GKK-s. Po. Që e pezullon. Po. Kemi vendimin e kushtetueses që e kthen në që e ngrin. E ngriu ajo. E ngriu, po ndërkohë e kthen detyrë shkojnë pezullon pezullimi. Pezulloj pezullimin. Po do nuk e çojnë zyrë. Në momentin që 45.1. Po tani le të lutem me pika, ta mbaroj parashtrimin. Qofse don GKK-ja mund të dalë kundër vendimit, shkalla e dytë kundër vendimit? Teorikisht jo. Po të them unë. Teorikisht sipas kësaj këtij vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese, sepse është gjykata më e lartë në rangën e gjykatave, dhe përderisa e ka ngrirë, po them unë që të jemi në termi më konkret, GKK-ja e apelit logjikisht nuk do duhet të shprehet fare deri në momentin kur nuk është shprehur gjykata kushtetuese. Pra në rast se do ketë, për logjikën time juridike po them, nëse do ketë një seancë gjyqësore në gjykatën e apelit të GKK-s, përpara vendimit të gjykatës kushtetuese, nuk do ishte normale, se s'po them në term tjetër, që të shprehej kjo gjykatë, sepse nëse do shprehej për lënë vendimin e gjykatës shkallës parë në fuqi, po them, atëherë do i binte ndesh pezullimi që ka vendosur gjykata kushtetuese, se gjykata kushtetuese e ka ngrirë atë vendim. I ka thënë ai vendim. Ne s'kemi vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Jo, pra jo, ai ka ngrirë. Shiko, problemi kaloi në seancë plenare tani. Po pra, kemi seancë plenare për me vendos atë është fikë si puna asaj të Erion Veliajt. Në momentin kur Erion Veliaj bëri kërkesën gjykatë kushtetuese, ai teorikisht i shkarkuar nga Këshilli i Ministrave, por gjykata kushtetuese e pezulloi në atë moment shkarkimi deri në momentin kur mori vendimin. Dhe vendimi mund të ishte pro Erion Veliajt ose kundër. Por në moment e pezulloi. Marrëdhënia e Erion Veliajt nuk e kapi me VKM-n e Këshillit të Ministrave, po e kapi me vendimin e Këshillit Bashkiak. Jo, dakord, e mori për analogjia sepse në momentin që ai pranonte që shkarkimi ishte i paligjshëm, që të vendimit Këshillit Bashkiak binin të dyja. Binte direkt VKM-ja. Mora për analogji o Petar, nuk e mora për të sqaruar situatën do ta shikojmë gati të paqartë. Këtu do jemi. Kjo mas pezulluese për pjesën e pezullimit, që po ta vje re dje, ndoshta ishte ajo pjesa e podcastit që ai shfaqi një... Me patllaket, ato ka të bëja, e di pse? Po do të flasim për atë, do në konfliktin me BK-n. Po, jemi tek vendimi për zonjën Ballukut. Një sekund. Sepse ky është ajo pjesa e themelit. Këta vajtëm për të ekzekutuar këtë vendim. Të lutem zoti Petraj tani. Po unë të dëgjoj, po dëgjoj ti mua tani, e kemi pjesën e dytë atë. Që të vemi këtu, kjo kështu vjet këtu. E ky vendimi, që po them unë. Ky është vënë në lëvizje 20 ditë përpara. 20 asaj bie 22 ditë përpara. Dhe duke u vënë në lëvizje, gjykata kushtetuese.
ja jep kushtetuta. Këta morën e kaluan në seancë plenare, me anë të 45.1, dhe mbaroj filmi do presë seancën plenare, e cila ka pezulluar, ka ngrirë këtë vendim të GKK-s. Kaq. Dhe ajo do vazhdoj punë normalisht deri ditën që do të kemi një marrëdhënie dhe një vendim të gjykatës kushtetuese. Ndikojnë në hetimet e çështjes ky vendimi i gjykatës kushtetuese? Për SPAK-un po. Nëse do marrësh dhe rastat analoge të gjithë zyrtarëve të tjerë në detyrë apo jo, SPAK-u me masat e sigurisë që ka kërkuar ka vërtetuar në gjykatë me prova që po ndikojnë hetim. Po ta marr një rast krahasimor. SPAK-u çoi në mas sigurimi dhe ka akoma në mas sigurimi ish presidentin Ilir Meta për një çështje të cilën e ka ngritur bëhet fjalë për ato vitet 2010, 2011, 2014. Pra çështje të cilat ka 10 vite kusur që ka ndodhur. Dhe kur ti e marrë në mas sigurimi personal, zotin Meta, në rastin konkret, për një çështje që ka ndodhur para 10 vitesh dhe thot ti më intimidon ose më prish provat, e imagjino tani për një zyrtar të lartë, numrin 2 të shtetit, teorikisht, në gjithë pushtetshëm, se çfarë mund të bëjë teorikisht gjithmonë për SPAK-un një person i cili është i pandehur, është shumë e rëndësishme kjo çështje, po them. Ilir Meta nuk është akoma i pandehur. I ka shkuar çështja në gjykatë, por nuk është ka kaluar. Zonja si ka shkuar çështja në gjykatë pa qenë i pandehur. Po është në seancë paraprake mor burri dhe dërgimi i çështjes në gjyq, që akoma do kalojnë seancë. Është marrë i pandehur ai. Është marrë i pandehur sipas gjykatës. Por do të vendosë gjyqtari i seancës paraprake, ai është gjyqtari i procesit. Ai është gjyqtari i procesit. Tani edhe një herë ta shpjegoj dhe ta mbyll këtë si histori. Ka ndryshim të madh midis të qenurit personën hetim dhe të qenurit person i pandehur. Personi në hetim mund t'i bësh hetimin dhe në fund nga hetimi nuk del asgjë. Dhe pushohet çështja, nuk ka më hetime. Personi i pandehur për organin e akuzës presupozohet se personit në fjalë janë gjetur shkelje penale dhe për atë organ, për prokurorinë në rastin konkret, personi në fjalë ka kryer vepër penale. Tani kjo vepër penale sigurisht duhet marrë verdiktin e gjykatës. Por ti masat e sigurimit personal për këtë arsye i kërkon. I kërkon me qëllim që ti të sigurosh hetimin e çështjes. Si mund të sigurohet hetimi i çështjes me kur ti heton njeriu më të rëndësishëm të qeverisjes. Atëherë ti thjesht po bën gallat. Dhe e fundit fare, kjo çështja e arrestit që e përmendi Auloni pak më parë. Për shkak të pozicionit që ka zonja Balluku, grua dhe me fëmijë të mitur e divorcuar, me shumë gjasa SPAK-u nuk do të tentoj fare që të shkojnë në parlament me një kërkesë për arrest me burg. Edhe sikur nga kërkesa penale të jetë shumë e lartë. Se unë nuk e di se çfarë kërkesë penale mund të ketë zonja Balluku, ose mund mos ketë fare. Po edhe nëse do jetë shumë e lartë, se ne nuk e dini Babaramo që Erion Veliaj do i shkonte te 13 akuza. Në fillim tham 1-2, pastaj shkuan 13 akuza. Dhe zonjës Balluku mund të shkojë 1-2, 13 apo 20. Janë akuza të fuqishme. Të fuqishme. Pra, kur ti e bën ngarkesën penale kaq të rëndë, ka 2 mënyra. O do kërkosh arrest me burg, siç ndodhi me zotin Veliaj, ose minimalisht do kërkosh arrest shtëpie, sikur mund të ndodhin për zonjën Balluku në rast se po flas gjithmonë. Po marr një ide hipotetike. Dhe unë besoj dhe tek ajo që sapo tha dhe Auloni, që në rast se nuk do arrihet, domethënë do ishprishet kjo ideja e pezullimit, me shumë gjasa SPAK-u do shkojë me kërkesë në parlament për arrest shtëpie, sepse ngarkesa penale, për mendimin tim, është goxha e rëndë për kryeministët të paktën me çfarë është ka dalë mediatikisht. Kur shkon në kuvend si do vej me letra apo do vej me prova? Tani ke qetë më çështë SPAK-u mua vlla, faleminderit, më çao. Çfarë të mund tani? Do e pranoja me shumë dëshirë. Edhe një herë, Nardi. Po çfarë të mund apo? Ti do të më bësh mua prokuror të SPAK-ut. Do e pranoja vlla, çfarë të mund? Jo, unë se pranoj fare një herë. Po më mos e pranoj. Problemi është që do të jemi serioz për atë pikë të cilin ky institucion, ku ka mungesë serioziteti tek kjo që sapo thonë Petraj. Ky institucion, dëgjon? O mondi, ku ka mungesë serioziteti tek kjo që sapo thash më burr? Po s'ka lidhje me ty kjo. Okej, më falet. Kjo ke ndjes. Ti tani mbas e ke vënë çipin në... Jo, dakor. Shiko, zoti Babaramo, po të ndjek. Kjo ka një marrëdhënie që këta kanë ngatruar drejtorin e ndërmarrjes me funksionarin politik dhe funksionarin kushtetues. Dhe ato gjëra do të dalin. Nuk krahasohet një ministër i cili ka funksion politik dhe funksion kushtetues. Ka vetëm 2 ndarje. Edhe një herë. O i emëruar,
o i zgjedhur. Si zëvendës kryeministër është i emëruar. I zgjedhur është deputeti, i emëruar nga kryeministri është ministri. Nuk po hetohet deputetja Belinda Balluku. Belinda Balluku. Po hetohet zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Si mund ta ndani ju këtë si jurist? Prap, nuk është prekur fizikisht pozicioni i zonjës Balluku, fizike, zonja Balluku. Këtu thuhet pozicioni i ministri, i funksionit kushtetues, funksionit politik, i cili është emëruar, dekretuar, votuar. Pra kemi një seksion tjetër të kushtetutës, që edhe nëse nuk është i zgjedhur në formën elektorale, a i gëzon një imunitet tjetër. Nuk mund të vinte me pezullim, sepse nuk është drejtor ndërmarrje, funksionar publik. Dhe kjo është marrëdhënia të cilën neve... Po kjo situatë dëmton emtimin, qenia e saj në zyrë? Shikon, e para njërë që duhet parë për cilin segment po diskutohet kjo. E dyta, marrëdhënia e ministres, në qoftë se ata i kanë marrë ato prova për segmentin ori kum llogara. Një sekond. Edhe një, po nuk është kjo autoria dhe nuk kjo autoritetin e operatorit. Ka një subjekt tjetër që e ka menaxhuar atë, kjo është drejtuese e dikasterit. S'ka lidhje kjo me ARSH-n. Prokuroria thot doon që ka lidhje dhe ka bërë publike SMS-t që ajo i kërkonte... Neve, ta anullon të para se të vinim në emision, po bërim disa humore bashkë. Po diskutonim në formë shoqërore disa element. Në qoftë se këto një moment neve na kapen, do quhen, si do quhen, ndikim, shpërdorim, e tjera, jo. Marrëdhënia është që nëse këto komunikime me të vërtet strukturën e posaçme e kam bindur... e mia dhe të tuat nuk vlejnë që mund të këmbejmë ne me njëri tjetrin. Ashtu ishin dhe ato, nuk ishin për 150 dhe 190 milion euro. Nuk diskutojnë këto shifra marrëdhënie se ik shiko dosin e zotit Velia që ka vajt atje. Nga ato 800.000 euro që thoshnin, ik shiko se ke analizën financiare që ka shkuar sot në gjykat. Ik shiko se ka vajt. Sa është 300.000 euro? Jo, fare më dhja 50 ca... Kush më? Analiza financiare? Ka që ishe me asaj të gros tje? Po ka që ishte? Jo. Po ka që ishte më përdo? Se vazhdo. Edhe njerë, problemi është kuj që unë i qëndroj dhe prapo të them, pjesa e pezullimit të ati vendimi, është e tillë. Këta gjyqtar do të relatojnë se cili më vete në momentin që do të kemi seancën plenare. Unë kam shumë dëshirë të jetë e hapur për median, për publikun, kjo, seanca plenare. E gjykatës kushtetuese. Po, kam shumë dëshirë që kjo seancë të jetë e hapur. Dhe do dëshiroja që jo vetëm kjo, po të gjitha seancat e dosjeve të mëdha që janë konsideruar për zotin Berisha, për zotin Meta, për zotin Veliaj, të jenë seanca të hapura për median kryesisht, por dhe për njerëz të veçantë dhe nga grupe të veçanta që merren me liritë e drejtave të njeriut. Problemi është më keq se kaq. Nuk ka pse, e di pse, sepse vetëm një marrëdhënie ku kafazi i xhamt që u hoqën ekurat, sepse një miku im që është gjyqtar sot në GKK ka bërë një libër për kafazin e xhamt. Dhe një që jep të argumentet e tij shpjegues që ku qëndron rrezikshmëria dhe përfshirja që i duhet të jetë personi që është brenda kafazit me palërmbrojtës. Dhe diti që kafazi ishte i tillë që duhet të kishte elementin që edhe po mos të ishte, ishin masat e sigurisë që personi i cili ishte në akuzë dhe i pandehur të ishte në krah të avokatit. Dhe duhen marrë dhe praktikat e ndryshme. Ne kemi rastin i cili është rasti i ati që vrau në Norvegji, mos gabojmë, që vrau mja 78. Dhe ai ndonjë në krah të dy avokatëve të tij, edhe pse ishte një vrasës, një kriminal. Por, gjykata nuk ja hoqi të drejtën të rinte
të debatonte, të replikonte me trupin gjykus, i përgjigjej dhe të jepte mendimin e vetë. Pra, janë disa element që ka ardhur koha, këtë standard, këtë shpenzim, këtë përpjekje që është bërë për reformën drejtësi, ta shikojnë dhe njerëzit që ku jemi. Duhet kaloj në reklama. Publicitet dhe rikthehemi sërish studio. Si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kanë dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pas verifikimit se ambienti depozitimit ishte i sigurt dhe i monitoruar me kamera, hetuesit kanë depozituar armët dhe kanë vijuar normalisht me kryerjen e veprimeve proceduriale. Theksojmë se në asnjë moment nuk ka pasur debat apo përplasje mes hetuesve të BKH-s dhe Gardës së Republikës. E drejta e hetuesve të BKH-s për mbajtjen e armës së zjarrit mbështetet tek ligji për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore, që parashikon shprehimisht se oficerët e policisë gjyqësore, përfshirë ata të BKH-s, pajisen me armë zjarri sipas legjislacionit në fuqi për përdorimin e tyre. Komenton këtë. Është një lodhje nervash e Ramës, apo po mbron pavarësinë e institucionit, apo bëhet BKH-ja dhe spaku po bëhet tejet agresiv? Kjo është në vazhdën e një logjike tjetër që ka pas kryeministri kur tha që në rast se këta guxojnë të marrin telefonin mu, të harrojnë këtë moment. Pra, besojnë që është në vazhdën e asaj gjëje. Edhe atëherë e kishte i hall dhe tani e ka i hall. Sigurisht që BKH-ja nuk ja zgjidh dot as të tjerët, por kjo është totalisht banale, domethënë pikën që e ka çu ky debatin. Qoftë edhe me rrogat e këtyre, domethënë të gjyqtarëve, se edhe ka spekulluar për shifrën e rrogave, se nuk është aq. Pastaj edhe nëse ata kërkojnë me urrit rroga, unë e shoh pozitive, me të thënë drejtën, sepse këtu ka akoma gjyqtarë që marrin rrogën. Se zakonisht ne ishim mësuar gjyqtarë që si merreshin rrogat, se nuk e dinin sa paguheshin. Nga mënyra se si funksiononin, domethënë duke bërë korrupsion. Disa si marrin prapë, se ka akoma në sistem, domethënë tillë, por kur gjyqtari kërkon me urrit rroga, besojnë është pozitive. Nuk e di, në Angli e kishte një 30.000 pound gjyqtari rrogën, sepse është ajo historia Napoleon Bonapartit që e dini të gjithë, kur në Francë kishte korrupsion të madh, i tha rritja u rrogën, vazhdoi duke u rrit edhe në fund fare ngelen disa, domethënë që vazhdonin akoma me bë korrupsion edhe kur ja rriste rrogën. Tha atëherë këta vriti, se këta nuk janë për me bë drejtësi. Pse e mora këtë shembull? Për me kuptuar që ky sillet me gjyqtarët sikur e ka shpirtin dorë. Domethënë sikur i ushqe ky, ndërkohë Republika i ka ato pushtetet e ndara. Të ndara, check and balance, me këtë ide ka gjithmonë. Kështu duhet jetë edhe Shqipëria në fakt, për ngjaj republikave perëndimore. Por ky është një moment nervozizmi i kryeministrit, i bezdisur nga prania e BKH-s në zyrat e tij, sepse ky ka qenë me ato idenë e një legibus solutus, ka qenë një jurist i famshëm në Romën Perandorake dhe thonte legibus solutus për ato që janë të palidhur dhe të pakushzuar nga ligji. Çfarë i pëlqen kryeministrit ka fuqinë e ligjit. Në këtë rast që po i preken interesat drejt për drejt, sigurisht që ky do nxjerrë edhe atë anën e errët, që në fakt sa herë është gërvisht pak nga drejtësia, ky gjithmonë ka reaguar në këtë lloj forme. Unë mendoj që është çështje shumë serioze, çështja e Belinda Ballukut, sepse lidhet drejt për drejt, ja u them edhe herë tjetër dhe kësaj duhet të mshoj, lidhet drejt për drejt me fatin e Ramës. Ka një paqe të armatosur me sistemin e drejtësisë, se ka folur edhe për armatimin e tyre, domethënë për patllakat apo jo, se kështu e përdorin zhargon. E thot ata. Edhe besoj që është moment shumë delikat që po përjeton kryeministri, e shpall të nervozizmin her pas here. Gjithsesi ai ka kërcënuar që deri te telefoni vet nuk do arrin. Kështu që të shikojmë tani topi është në fushën e drejtësisë. Ne do të shikojmë se si do të reagojnë ata. Sigurisht që gjyqtarët janë të partikulum, në kuptimin që nuk shprehen, por shprehen vetëm me vendime, dhe do të shikojmë tani se si do të shkojë historia. Petraj të konfliktit sapo ndoqën në minister, si e shpjegoni? Shikojmë, unë jam duke diskutuar ato që mendoj unë ligjërisht. Po ligjërisht, sigurisht. Dhe në institucionet e rëndësisë veçantë, në qoftë se
ligji e parashikon që nuk do të ngjisi shkallët një person i armatosur, nuk duhet të ngjisi. Qofse ka sende, armëzjarje e tjera, do t'i dorëzoj, do t'i vejnë kaset. Dhe kjo është krejt normal. Po pam dy versione krejt të kundërta për ngjarjen. Shikom, marrëdhënia... Cilën beson më shumë? Shikon, unë nuk duhet të besoj asë kënd këtu. Unë besoj në këtë mënyrë që atë ditë që kanë vajtur për të ekzekutuar këtë vendim për të dorëzuar në kryeministri, që normalisht unë e dash mendimin tim për atë vendim, ka qenë kjo marrëdhënie për të cilën ai e ka shprehur dje, ndërkohë që ka 20 ditë. Dhe këtu nuk ka se çatë fshihet, sepse ai normalisht e tha edhe vetë, dhe nuk ishte se të po fshinte diçka. Marrëdhënia është tjetër kund, që e kapi si element që përgjegjësia dhe etika profesionale, me sa pa shumë, duhet filloj të jetë prioritet në reformën tonë. Dhe kur tha që foshnja duhet të iki nga ujërat e ndënjura, foshnja e drejtësisë. Pra të shpëtojmë foshnjën duke hedhur ujërat e ndënjura, po. Duke larguar nga ujërat e ndënjura, aty kam përshtypjen që do të kemi një update, një check-up i komplet sistemit në ditët në vazhdim. Dhe normalisht në një shtet demokratik... Shkupton me update në Shqip përkthehet përditësim. Parashikon një ndryshim të kompetencave të SPAK-ut, të BKH-s, një reduktim të tyre... Asnjë gjë nuk do ndryshoj nga ato. SPAK-u nuk preket. SPAK-u do bëj detyrën në atë mision që ka. Asnjë gjë nuk preket e SPAK-u as të BKH-ja. Thjesht do futet ajo pjesë për të gjithë sistemin e drejtësisë, jo vetëm për ato institucion, nuk po flitet për ato institucion. Do flitet për një audit i atyre vendimeve të cilat ka probleme dhe ankojnë njerëzit. Kush do ta bëj këtë audit? Auditin e bën vetë sistemi. Shiko, edhe njëra pun ka politika. Se bën sistemi vetë auditi. Shikonim aty don, shikoja deputet të akuzuar që kanë vjedhur miliona, edhe i bënin pyetje suggestionuese dhe provokuse ati don prokurorit të posaçëm që shkonte të raportonte aty. Kemi harruar qytetarët për ata njerëz të cilët menduan se reforma në drejtësi do t'i kthente atë pronën e vjedhur, atë shtëpi të grabitur nga mafia e përmbarimit bankës dhe në bashkëpunim me elementet caktuar të mafjes e pronave të cilët e zotrojnë të si tre. Pra, politika nuk ndërhyn në reduktimin, në zvoglimin e kompetencave të SPAK-ut dhe të GKK-s. Do rritet performanca dhe do kërkohet interpretim që pse e kanë dhënë atë vendim kur ky qytetar ankohet dhe thjesht bashkëqeverisja është mbushur me mira kërkesa nga qytetarët shqiptar për vendimet pa drejta dhe pjesë abuzive të administratës e tjera që u ka ndodhur në dëm të tyre. Kjo është ajo pjesë të cilën kërkohet, zoti Babarama. Nuk preket struktura posaçme. Struktura posaçme do vazhdoj, BKH-ja do vazhdoj, por do kenë atë kufirin e tyre të marrëdhënies institucionale. Këtë që pam, si e komenton? Tani në dyja, le themi, kahet, nuk ke se çfarë të komentosh, në një krah ke një kryeministër i cili politikisht duket në hall. Dhe po dua të filozofoj sadopak, kur ngjarja pas ndodhur përpara 20 ditësh, pse u kujtua pas 20 ditësh për të njëjtën gjë. Unë hallin e shikoj me zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK-ut ditën e premte, se ditën e diel ka dalë kryeministri për këtë, dhe me konfirmimin e drejtuesit të ri të BKH. Nuk që ndonjë surprizë. Për juve dhe për mua ndoshta jo. Sepse të gjithë doon nuk pati ndonjë garë, ndonjë përveshje mëngësh nga ambasadori amerikan. Po, për ne të gjithë, edhe ata që
Që ishin aty në sallë e dinin kush do të zgjidej. Ne të dy, ndoshta nuk ishte as lajm, sepse e lexonim. Për Raman, ndoshta do donte një të vinë Kondili 2. Kishte shpresa se mundet donë që të impononte një emër tjetër dhe kush mund ishte ky emër që do donte? Në kokën e kryeministrit nuk mund të futem dot. Po unë di të them domethënë që ashtu si në 2022-shin, edhe në këtë radhë ambasada amerikane ishte aty dhe provokoi pozitivisht në 2 raste. Edhe përpara 10-15 ditësh kur nxorri një foto kur ishte zoti Fleming në SPAK me Klodian Brown, edhe një natë përpara se të bëhesh pra ditën e njëjtë, prap një foto të Klodian Brown. Duke qartë se kë donin dhe kë preferonin Shtetet Bashkuara të Amerikës si drejtues të SPAK-ut. Po çfarë fuqie ka donë tek Këshilli i Emërime prokurori, ambasada? Më falni për pyetje naive donë që shkaktoj të thjeshta. Do naive komplet. Tani dëgjoj edhe një herë tani. Mos më fut në. Çfarë mos i? Asnjë gjë, nuk ka asnjë ndërhyrje. Këtu nuk do thas edhe një gjë. Po se mbaj mend për shembull Yul Bashën që doli fotografi me Trumpin para zgjedhjeve dhe i humbi. Mirë, po tani pozicionon para e krahasimi që bën ti. Tani se po flasim për SPAK-un, për fëmijën që e kanë është produkt i Washingtonit. Po. Dhe ti mendon domethënë që atë që kanë produkt ata dhe që e mbështesin për ditë, domethënë do t'ia lënë në dorë që ta zgjedhin ata 11 që e KLP-s atje, që janë kushërinj dhe djem xhaxhallash me njëri tjetrin. Mos u bëjmë naiv kaq. Unë e lexoj në këtë mënyrë dhe po them, edhe zhargoni i përdorur nga kryeministri, sepse për vokabular shoqëri zotit atë as më njerë burr. Patllake historia të këtij tipi, mua më duket domethënë thjesht një arrogancë dhe një nervozitet i tepruar, sepse kur kem rritur tek Belinda Balluku, e cila po të pyesësh se sa thot kush, por në veçanti privatisht, edhe eksponente lartë të Partisë Socialiste të thonë kjo ka 4 vite që është kryeministre de facto, se de jure është ai, po de facto është vetëm ajo, sepse ajo ka firmosur gjitha vendimet e qeverisë, dhe në momenti kur ti shkon te kryeministria në detyrë, se vrau mendje për Arben Ahmete, se zëvës kryeministre kishte dhe atë. Por atë kishte hequr. Leonard, firmosja e vendimeve të qeverisë nuk është domosdoshmërisht një gjë e mirë. Jo, dakor, në ty u pra djetë. Nuk është se të kundërshtoj me atë histori. Se dhe te incineratorët, a i nuk ka qenë. Edhe te kjo që kam pësuar jam dakord, po mundohesh atë firmos, jo, shumë rëndësishme. Jo, është pjesa e ekipit që ndërton. Po, bravo, ta shpëndajmë sa më shumë fajin. Kjo është historia. Ta shpëndajmë fajin. Jo ai që je purdhë se kush duhet ta bëj punën. Nese, dhe gjithë kjo historia e zotit Rama, që gjoja erdhën këta me patllake, kur ata e din shumë mirë ligjin se si funksionon në kryeministri apo në çfarë do lloj pozicioni tjetër. Shkon aty te kryeministria, je i detyruar të lësh pistoletën, armën e shërbimit që ata kanë, e fusin tek sekretari i sigurisë dhe kaq. Edhe ti Baba Ramo dhe unë jo tani, po dikur. Jo, në shumë institucione lët në një kasetë të caktuar lët celularin dhe kaq. Edhe merr çelsin me vetë dhe ikën. Dhe atë cila është arsyeja që do duhet domethënë që kryeministri i vendit të rrihet të merret me këtë detaj. Po vinë këta me patllake deshin të futen këtu tek unë. Po sipas kryeministrit ata mund të ishin kështu që jo, nuk e dorëzojmë. Jam Isa Boletini unë edhe nuk atëherë edhe në filmat më të bukur të Hollywoodit, a mendon se ndodh kjo? Jo këtu. Për Elisën ndoshta ndodh, po unë po të them në narrativën normale. Ndodh kjo gjë? Shkojnë ata të BKS, kanë rrjedhur nga trut e kokës ata që nxirrin armën thonë, ne do futemi me armë, do ikim gjidhemi ka dytë dhe pik, do kalojmë madje edhe kopshtin e Edenit, se kemi parë asnjëherë ti bie rreth e për qark. Se po e bëj vulgare histori, pra nuk qëndron, është çështje nervoziteti, sepse kanë shkuar te dera më burr, se kryeministria është shtëpia e zotit Rama më. Është pasuri e tia, është pronë private, do ta lëshoj kur doj ai. Dhe me këtë kundërshtar që ka zgjidhur të ketë, më fal Aulona. Jo, vazhdo. Në këtë deri në 2041 kanë thënë. 2021. Se çan do në 41-shin apo është 100 vjetori e llogarisë ndryshe. 2027. Kapi mirë Babara. 2027, mirë dakord, nuk kam llogari tjetër. 2027, 2038, 2038, 2041. Prandaj të thash. Qartë. Si 2027? 2027 janë zgjedhje për shtet lokal. Ah, mirë vazhdote. Kthehemi tek ajo. Përse nuk pati aq dramacitet, aq suspens, aq don zgjedhja këtë herë e drejtuesit të SPAK-ut, ndryshe nga herë e kaluar, don ku pati vërtet një garë. Jo, ajo që më bëri përshtypje ishte domethënë narrativa e zotit Berisha, i cili tha që u zgjodh në mënyrë kushtetuese. Domethënë pjesa e
domethënë e Zotit Vrau, ndërkohë që narrativa e tij ka qenë gjithmonë shumë e ashpër, si grup kriminal e tjerë. Kjo duhet pa me vëmendje. Ose ndoshta do shikoj punët që do bëj Spaku dhe pastaj rast pas rasti me komentu vendimet e gjykatës. Gjithsesi ai ka qenë shumë i prerë në raport me Spaku. Ndryshe për shembull nga unë personalisht që kam një qëndrim tjetër caktuar nga Spaku që unë gjykoj që këta, domethënë drejtësi hyjnore na jep vetëm Zoti. Këta janë njerëz gabushëm, janë njerëz, disa janë të korruptuar, disa janë të pakorruptuar, disa janë njerëz që kanë lidhje dhe ndikohen nga personazhe XY, edhe sentimente politike, po doni, por edhe vendimet e gjykatës kanë një shprehje amerikanët, komentimi i vendimeve të gjykatës janë zemra e një demokracie të shëndosh. Dhe patjetër që duhet me i komentu vendimet e gjykatës, sigurisht, edhe duhet me majtë qëndrime rast pas rasti, duhet me qenë kritik për punën e Spakut në dinamik. Pra komentohen, patjetër që komentohen. Edhe komentohen, po gjithsesi zbatohen. Po sigurisht, ajo nuk vjen diskutim ajo çështje. Po ajo nuk diskutohet. Thjesht e kam fjalën se këtu, më fal, në Shqipëri ka një lloj tërheqje, një lloj stepje, domethënë ka fol gjykata. Okej, ma ka fol gjykata, dakord, po do flasim dhe ne. Prandaj do bëhen emisione televizive. Dje i ka qenë në momenti që kanë çuar në gjykat pjesën e shtesës pagave. Dhe normalisht ai vendim nëse merret sipas Ramës ata pretendonin që 3.500 për Spakun dhe për këto gjykatat e tjera nuk merre me shumën. 1.200 euro. Shiko, nuk merre me shumën. Me 1.600 euro ishe pjesa e gjyqtarëve. Po. Dhe nuk e diçka 2.800-3.000 ishe për pjesën e strukturës posaçme. Për gjyqtarët e strukturës të GKK-s. Problemi, unë nuk e shikoj këtu. Ata ndoshta e meritojnë këtë shifër, ndoshta rreziku i tyre shumë i madh, por atë që lidhet sot është e pjesa që kjo shoqat, pasi ka bërë kërkesën në qeveri, në një institucion, ka marrë përgjigje negative dhe janë drejtuar gjykatës. Në momentin që gjykata ja pranon kërkesën për shtesë rroge, ai vendim gjykate është i ekzekutueshëm. Dhe ky vendim i ekzekutueshëm është ajo që tha kryeministri, që ata do hapin thesarin që të marrin të përcaktojnë rrogën e tyre. Pra, në këto kushte, nuk e di, janë gafat e ligjvënësit që nuk e ka vendosur në mënyrë proporcionale mënyrën se si do rritet rroga, sepse në të gjithë pretendimin që shikoj unë, performanca është e ulët në sistemin e drejtësisë dhe kërkojnë rroga të larta. Kjo ka qenë pjesa për të cilën ai është shprehur dje.